Po ju sjell një super ide si të bëjmë pe tortilla në shtëpi të mbushura me mish pule dhe salcë speciale. Po ashtu po ju prezantoj dhe këto salsat për fast food, sidomos për ju që keni restorante, kjo salsa samurai është ideale për ju. Si fillim përgatisim brumin tek ujë, hedhim kripen, shtojmë vajin e ullirit, shtojmë mielin gradualisht, brumin e punojmë, pra fitojmë një brum të lëmuar, e mbështjellim mirë dhe lëm të qëndrojë për 30 minuta. Pastaj brumin e ndajmë në 12 pjesë, pra masat janë për 12 pejtë tortilla. I punojmë në këtë mënyrë, i mbulojmë dhe i lëm edhe 10 minuta të tjera. Pastaj hapim në këtë mënyrë, pejtët i hapim 20 cm apo sa e keni tiganin. Pjekja bëhet në temperaturë të lartë për 1 minutë nga të dyja anët. Mbështjelljen mund ta bëni sipas dëshirës suaj. Fillimisht e lyejmë me salsën që është speciale për tortilla. Bëjmë mbushjen me mishin, shtojmë djathë kashkavall apo çfarëdo që juve ju pëlqen. Pra këtë salsë mund ta shoqëroni pasi keni mbështjellur. Kjo ishte receta për sot, nëse provoni ju bëhet mirë.